Egli Tako ka komentuar së fundmi edicionin e 5 të Shtëpisë më të famshme duke ndarë mendimet e saj për produksionin, kastin dhe fituesin e këtij sezoni. Ish finalistja u shpreh se pavarësisht angazhimeve të shumta e ka ndjekur programin aq sa ka pasur mundësi, pasi sipas saj është e vështirë të shpëtosh këtij fenomeni. Në një intervistë ajo vlerësoi maksimalisht punën e produksionit këtë vit, duke cilësuar si një nga më të mirët që janë parë ndonjëherë në mediat shqiptare. Patjetër që e pash, e kam thënë është e pamundur të shpëtosh të gjithë spektaklit. E kam parë marrë sa ka pasur mundësi, se edhe 24/7 është e pamundur, edhe për dikë që nuk ka angazhime, deklaroi ajo. Sipas të Eglit, momentet më të rëndësishme të spektaklit kanë qenë të pamundura për të shmangur, sidomos për shkak të viralitetit që kanë marrë në rrjetet sociale. Pikat kryesore ato që marrin viralitet në rrjetet sociale padyshim. Produksioni këtë vit ka qenë një jashtëzakonshëm. Kemi parë ca çuditëra këtë vit që nuk i kishim parë ndonjëherë. Për këtë bën diferencën. Për sa i përket kastit, mund të them mund të ishte edhe më mirë, marrë parasysh produksionin gjigant, u shpreh ajo. Megjithatë, Egli theksoi se është ndjerë i lumtur për triumfin e Selim Bollatit. Nuk ishte bërë kur diçka e tillë në mediat shqiptare. U kënaqë që fitoi Selin, shtoja e ëndër të tjerat. Na duhet të kujtojmë se Egli Tako gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri krijoi një lidhje dashurie me Gjesin, lidhje e cila nuk zgjati shumë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.